Në historinë e njerëzimit, si në historinë e kombëve, ka momente kur koha duket si kur ndalet dhe një popull përballet me vetveten. Janë çaste të rralla kur historia nuk rrjedh më si një vazhdimsi e zakonshme e ditëve që koha si mban mend, por përqendrohet në një provë shumë të madhe morale. Këto prova të thella morale shtrojnë një dilemë sa të thjesht, aq edhe të rëndë për shumë gjenerata. Dilemën dhe pyetjen se për çfarë është një popull i gatshëm të jetojë dhe çfarë është i gatshëm të sakrifikojë. Në ato çaste, popujt nuk matën më me numra, nuk matën as me territore, edhe më pak me forcë luftarake. Ata matën me shpirtin e tyre, me gatishmërinë për të mbrojtur atë që konsiderojnë të shenjtë, më të shenjtë se sa veten e tyre. Dhe në ato çaste vendimtare, historia kërkon njerëz që janë në lartësinë e saj. Njerëz që kuptojnë se jeta e tyre nuk u përket më vetëm atyre, por është destinuar për një fat shumë më të madh kombëtar.